Në fakt, për situatën e krimit shqiptar kemi folur shpesh në këtë emision dhe jo vetëm, por mbi të gjitha vlera politike e këtij raporti na intereson, ndaj kemi bezdisur Ilda Zhulari në këtë mëngjes. Zhulari, përshëndetje. Mëngjes, Flavia. Faleminderit për kohën. Pyetja është thjesht një vlerësim paraprak një herë për raportin e Europolit. Nuk është një rrufe në qiell të hapur, por duket se veç fakti që ishte përdorur fjala oportunizëm kriminal, tregon që ka një valencë politike. Pse ky raport tani dhe cila është vlera e tij e vërtet? Ky raport është shumë i rëndësishëm edhe në një farë mënyrë është dhe një manual për të gjithë policit e vendeve të Bashkimit Evropian, por jo vetëm, edhe të vendeve partnere me cilat bashkëpunon Policia Evropiane, për të kuptuar se cilat janë sot rrjetet më të rrezikshme që kërcënojnë sigurinë europiane, si operojnë ato, si bashkëpunojnë me njëra tjetrën dhe në një farë mënyrë që edhe të gjitha policitë e vendeve antare të BE-s dhe jo antare, por me cilat bashkëpunon ajo, të bashkëpunojnë dhe të koordinohen për t'i goditur fuqishëm këto rrjete. Shqipëria përmendet përsëri edhe në këtë raport që vjen pas 2 vjetësh, sepse tash bën një krahasim si ka ndryshuar situata në 2 vite, nga 2024 kur ka qenë raporti fundit në 2026-ën, por rrjetet kriminale shqiptare përfshihen në rrjetet më kërcënuese kriminale për sigurinë europiane sot. Ato shikohen si aktor kyç dhe uralisë mes Amerikës Latine dhe tregjeve europiane, të fokusuara kryesisht në tregtimin e kokainës dhe ato kanë marrë një pozicion dominues sot raporti për shkak të aftësisë të tyre dhe zhdërvjellësisë që kanë arritur të dominojnë të gjithë procesin dhe ta kontrollojnë atë nga fillimi deri në fund dhe kanë krijuar një bazë shumë të fortë edhe në Amerikën Latine, duke patur grupe operacionale në terren. Rasti një klani që bashkëpunonte me kartelin Los Lobos, Uqrit, Ekuadorit, që njihet si një nga kartelet dhe organizatat kriminale më të fuqishme, por edhe më të dhunshme, tregon për aftësinë e grupeve kriminale shqiptare për të penetruar deri në këto përmasa, por edhe për mënyrën se si këto rrjete më pas marrin të gjithë ardhurat e krimit dhe i kanalizojnë ato dhe i pastrojnë në ekonomi. Një nga fokusi kryesor i këtij raporti është edhe për të kuptuar se si qarkullojnë parat dhe se si ato pastaj shkojnë në investime brenda vendeve të ndryshme dhe më pas përbëjnë edhe kërcënim për vetë sigurinë europiane apo të vendeve të tjera, në rastin ton për Shqipërinë, pasi prishin të gjithë ekuilibrat e brendshëm, konkurrencën, pra jo vetëm sigurinë në kuptimin e parë të fjalës, sigurinë fizike për njerëzit dhe përfshirjen e njerëzve në grupe kriminale dhe pjesëmarrjen në aktivitet kriminal, por prishin edhe ekuilibrat të tjerë të sigurisë, sigurinë ekonomike, prishin tregun financiar. Ne kemi parë për shembull tronditjen që i ka dhënë euros, gjithashtu pra sektor të ndryshëm të ekonomisë. Prandaj ky është një si thua manuale, do ta quaj unë, shumë i rëndësishëm edhe për forcat e zbatimit të ligjit në Shqipëri, por edhe për çdo njeri që do të kuptojë në fakt se çfarë po ndodh këtu dhe edhe pse shumë njerëzve kjo narkoshteti që ne kemi thënë shumë kohë më parë, e kemi paralajmëruar që do të ketë një efekt të tmerrshëm për Shqipërinë, në fakt po vërtetohet edhe përmes këtyre raporteve se çfarë force ka dhe se si ajo është kthyer në një kancer të brendshëm edhe për shoqërinë shqiptare. Por zënë Zhulali, aty për shembull, nëse më lejoni, nëse ky është një manual për trajtimin që policitë e vendeve europiane i bëjnë grupeve shqiptare, rrjedhimisht edhe Shqipërisë si tërësi, çfarë valence politike ka? Jo vetëm në politikat penale, por edhe ato diplomatike. Po kjo patjetër që ka peshën e vet, veçanërisht tani që Shqipëria është në procesin e negociatave të antarësimit me BE-n, pasi e shfaq Shqipërinë ashtu siç është në fakt dhe që një vend që aspiron të bëhet vend antar dhe që duhet të kishte institucionet e zbatimit të ligjit të afta, të forta, të fuqishme për ta luftuar krimin, në fakt e tregon siç është që është e përfshirë dhe bashkëpunëtore me këto rrjete kriminale, sepse siç e thon për shembull dhe raportet
amerikane, se ato e bëjnë edhe një, si thua, skanim edhe më të thellë dhe thonë që krimi i organizuar shqiptar është për te për masave normale oversize, e quajnë, kjo është fjala që ato i vënë krimit të organizuar shqiptar. Dhe çfarë do të thotë kjo? Një vend i vogël si Shqipëria nuk mund të ketë grupe kriminale kaq të fuqishme dhe kaq të përhapura dhe me shtrirje deri në Amerikën Latine nëse nuk ka një bazë të fortë dhe lidhje të fortë shtetërore, nëse nuk arrin në majat më të larta dhe të ketë mbrojtjen e fuqishme të shtetit. Çfarë kemi një tjetër element shumë të rëndësishëm, vetë Edi Rama, nëse mban mend përpara disa javësh në një intervistë me CNN, në mos gaboj, pranoi hapur që në Shqipëri për shembull bëhet pastrim parash. Dhe e thoshte këtë si diçka krejtësisht normale dhe që nuk është problem. Nuk ka kryeministër në asnjë vend të botës që ta pranojë këtë me krenari siç e bëri Edi Rama dhe thoshte shikoj se bëhet pastrim parash dhe në vende të tjera. Bëhet pastrim parash dhe ka tentativa për të bërë pastrim parash dhe në vende të tjera, por vendet e tjera e luftojnë dhe nuk e thonë me krenari dhe ta pranojnë si diçka normale. Edhe absorbojnë ekonomitë e tyre, se janë ekonomi trilionshë. Patjetër dhe nuk lejohet që absolutisht, prandaj po them që asnjë qeveri e përgjegjshme dhe në asnjë vend, në paktën të botës perëndimore, ku ne aspirojmë të bëjmë pjesë, nuk e lejon që ky aktivitet kriminal të shkatrojë të gjithë ekonominë vendase, pra që e gjithë ekonomia e vendit të bazohet vetëm në aktivitetin kriminal dhe kjo të kthehet në model dhe mënyrë jetese. Pasi kjo thash ka pasoja zinxhir. Nuk prek vetëm një grup të caktuar individësh, por prek të gjithë vendin në të gjitha format e mundshme. Por neve kemi këtë kryeministër që kemi, por sot ai nuk është më i pashqetësuar siç ka qenë deri përpara disa vitesh, ku është e vërtet që edhe partnerët europianë, edhe ata amerikanë, edhe kanë mbyllur syt, edhe veshët në mënyra të ndryshme dhe e kanë lejuar Edi Ramën në një farë mënyre që të vazhdojë këtë mënyrë qeverisjeje dhe operimi. Por sot, kur kjo lloj qeverisje është kthyer në kërcënime dhe për vetë ata, tani ata kanë filluar që të reagojnë dhe që t'i presin edhe fijet e krimit. Ne kemi parë përpara pak kohësh disa veprime shumë guximshme për të goditur organizatat kriminale që kanë ardhur nga partnerët europianë, nuk kanë ardhur nga brenda Shqipërisë, kanë ardhur nga ata. Deri në pikën që ata kanë qenë të kujdesshëm që këto operacione të mos dekonspirohen dhe kanë ardhur si thua ndërhyrje të minutës së fundit në bashkëpunim me autoritetet shqiptare, pikërisht me synimin që ata realisht japin një goditje të këtyre grupimeve dhe të ndërpriten lidhjet e këtyre organizatave kriminale me lidhje kaq të fuqishme deri në Amerikën Latine. Kështu që në një farë mënyre Edi Rama e ka marrë paralajmërimin qoftë politik, qoftë jo politik në forma të ndryshme, e ka marrë edhe publikisht, e ka marrë edhe përmes kanaleve zyrtare, edhe përmes kanaleve diplomatike, tani mbetet vetëm në dorën e Edi Ramës për të vendosur se si do të jetë largimi i tij. Por kjo formë qeverisje nuk do të lejohet më në Shqipëri dhe për këtë besoj partnerët edhe europian dhe amerikan po flasin qartë çdo ditë më shumë. Çfarë lloj pasoja shihni? Për ta lidhur me këtë raport, në mënyrë të të bëja edhe një lidhje tjetër. Ky raport na tregon dhe diçka tjetër. Ka tani më gati një sinergji mes asaj çfarë po bëjnë amerikanët me ato që po nisin ta bëjnë europianët. Nëse që me ardhjen e Donald Trump, lufta kundër karteleve të drogës u shpall prioritet absolut. Dhe ne kemi parë edhe përmes deklaratave të ambasadës amerikane në Tiranë që për 2 vite insiston vetëm tek kjo tezë, vetëm tek kjo kërkesë për autoritetet shqiptare. Tani më po shikojmë që edhe europianët po vinë tek kjo pikë për ta shndruar në qendër edhe të jo vetëm diskutimit politik me qeverinë shqiptare, por edhe të ndërhyrjeve në Shqipëri. Çfarë pasojash do të shohim në terren në Shqipëri pas këtij raporti dhe kësaj parashtese që bëhet? Po, me këtë raport, autoritetet europiane më thonë atyre shqiptare që ju tani më nuk mund të bëni sikur nuk e dini se funksionojnë këto grupime, se si janë të shtyra ato, se ku i kanë lidhjet, se si ato përpiqen të pastrojnë parat, se flitet edhe për pastrimin
e parave aty, apo edhe për aktivitetet të tjera që ndoshta janë risi në vitet e fundet, siç është ai mashtrimit financiar përmes call centerave, por aty po ashtu flitet edhe për mungesën e konfiskimeve. Dhe një nga kërkesat për shembull që kanë qenë të Bashkimit Evropian dhe në raportet e veta të fundit ka qenë një kritik e hapur edhe ndaj gjykatave dhe prokurorive shqiptare, që vërtet ato bëjnë sikur nisin hetime edhe në bashkëpunim me partnerët, po detyra në fund fare është e autoriteteve shqiptare, por ato nuk rezultojnë me konfiskim parash ose të aseteve të krimit. Për shembull, nga një numër i madh çështjesh që kanë nisur vitin e fundit, një raport i Bashkimit Evropian na zbuloi që ka konfiskuar vetëm 100.000 euro. Çfarë janë 100.000 euro për veprimtari kriminale që arrin me shifra me qindra miliona euro, që tash përbëjnë aq kërcënim sa rrjetet kriminale shqiptare shihen sot si kërcënim kryesor edhe për Europën. Kështu që ky lloj kontrasti kaq i madh mes kësaj veprimtarie dhe çfarë konfiskon autoritetet shqiptare është një humner e vërtet, edhe tregon edhe paaftësinë edhe mosdashjen në të njëjtën kohë. Por besoj që këto goditje do të vazhdojnë nga autoritetet partnere. Ne kemi parë edhe me rastet e komunikimeve që janë të zbërthyera nga Sky, ECC apo Encrochat dhe të tjera që kanë qenë fal punës që është bërë nga autoritetet partnere, por tashmë ata e kanë të dhënat dhe pastaj do të bëjnë goditje të përqendruara siç kanë bërë. Pra mendoni se do të ketë goditje? Patjetër, por ata nuk bëjnë goditje sporadike një këtu dhe një aty. Ata përpiqet që të bëjnë goditje të përqendruara dhe të godasin të gjithë grupin në mënyrë që të ketë një dëm të tillë që grupit mos të arrijë të ripërtërihet menjëherë, siç kanë dëshmuar në fakt se bëjnë organizatat kriminale shqiptare. Mbaj mend përpara disa vitesh ka qenë një drejtues i lartë i policisë gjermane në një intervistë shumë të gjatë dhe të hollësishme, dhe një nga gjërat që ai analizonte ishte pikërisht aftësia ripërtëritse e grupeve kriminale shqiptare. Dhe ai thoshte kjo ishte çudia, që sapo ne godisnim 10 antar të grupit brenda qytetit ku ai vepronte, të nesërmen duke sikur s'kishte ndodhur asgjë, sepse ata ishin zëvendësuar menjëherë me 10 kuçërinj të tjerë. Prandaj dhe institucionet europiane kanë kuptuar edhe mënyrën se si operojnë rrjetet shqiptare, dhe po të shikoni aty për shembull thuhet që këto operojnë në bazë klanesh. Dhe kjo fjali është shumë e rëndësishme, sepse kjo do të thotë që këta e ripërtërin veten menjëherë dhe për 10 veta që arrestohen marrin 10 veta të tjerë menjëherë, dhe këta vjen menjëherë në funksion ose udhëheqjen e disa drejtuesve kyç që janë aty, por pra e kanë këtë lloj mënyre se si e gjenerojnë edhe një herë të gjithë rrjetin rreth vetes. Prandaj besoj që goditjet europiane do të vazhdojnë, por ato do të jenë me goditje që i kapin, kanë ato si thua rrethin e kontrollit më të madh, edhe jo thjesht me individ aty këtu. Por do të shoqërohet edhe me tronditje politike, sepse ne kemi dhe të dhëna që na tregojnë që këto lidhje të rrjeteve kriminale thjesht nuk janë aty si thua në që prekin thjesht disa individ që i përkasin grupeve kriminale, por janë të lidhura me segmente shtetërore deri në Maja. Një tjetër raport i Bashkimit Evropian që doli përpara 2 javësh tregonte se vetë në policinë e shtetit dhe në agjensinë që bën mbikëqyrjen policore kishte klanet individ të lidhur me grupe të rrezikshme kriminale. Dhe në fakt vetë Bashkimi Evropian e ka targetuar, ka shënjestruar policinë si një nga institucionet më problematike, jo vetëm për çështje korrupsioni, por edhe për shkak të infiltrimit të krimit organizuar aty. Por po ashtu kemi dhe raporte të tjera që na çojnë deri tek kryeministri, dhe kemi deklaratën më të fundit të eurodeputetit Çek, i cili dha një kërcënim të drejtë për drejtë në emisionin tonë me një gjuhë të paprecedent ndaj kryeministrit, dhe ta e kupton mesazhin tim. Çfarë mendove? Kam një pyetje kështu personale. Dhe po fliste për pastrimin për transferim parash. E kam personale këtë pyetje.
nga eksperienca jote, nga kualifikimet e tua, ajo deklarat, si e lexove, çfarë mendove? Flas personalisht, pa për te agendave apo... Po. Është trondice dhe është e paprecedent. Në sa e njoh unë historinë e Parlamentit Evropian, nuk kam dëgjuar asnjëherë asnjë eurodeputet që të ketë guxuar të shkojë kaq larg, sepse ata kanë një kod sjelljeje dhe janë të detyruar ta respektojnë, se përndryshe marrin edhe penalitete vetë brenda Parlamentit Evropian dhe nuk guxojnë të bëjnë deklarata të tilla nëse ato nuk kanë një bazë dhe nuk janë një sinjal që dërgohet drejt për drejt politikisht. Prandaj nuk është thjesht një çartisje, një individi, siç është përpjekur që ta portretizojë majoranca, por është një mesazh politik i drejt për drejt i Edi Ramës, dhe këtë gjë ma vërteton edhe vetë reagimi i Edi Ramës, i cili heshti plotësisht, nuk dha asnjë lloj reagimi, asnjë lloj deklarate ndaj paralajmërimit dhe mesazhit që mori nga eurodeputeti çek. Më bëri përshtypje dhe fakti që edhe vetë kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla doli nga salla kur kjo çështje u trajtua në Komisionin e Politikës Jashtme në Parlament, si asnjëherë tjetër, nuk e gjeti tudhës që të fliste asnjë fjalë në mbrojtje të kryeministrit apo akuzave që u hodhën ndaj familjes tij se bënte transferim parash. Dhe këto i shikoj të lidhura patjetër me njëra tjetrën, po ajo deklaratë ishte trondice dhe në kushte normale këtu duhet kishte ndodhur gjëma, po Edi Rama sillet sikur s'ka ndodhur gjë, por megjithatë unë mendoj që ai mesazhin e ka marrë edhe siç e ka dhënë ai eurodeputeti çek përmes studios tënde, e ka marrë dhe në forma të tjera dhe sot është më i shqetësuar se kurrë. Hilda Zhulali, faleminderit për kohën. Faleminderit Flavio. E përshëndesim Hilda Zhulali, ndërkohë miq të dashur, përshëndetemi edhe me njëri tjetrin këtu te Kafe Shito për ditën e sotme, bashkë do të shihemi nesër. Deri atëherë, po thënë për qafime.